se mirë se keni ardhur në Shqip në Top Channel. Do të flasim sonte së bashku për ngjarjet kryesore të javës politike në Shqipëri. Do ta nisim në fakt pjesën e parë të këtij emisioni me Himarën, po prezantojmë një herë të ftuarit dhe mandej vazhdojmë në pjesën e dytë dhe tretë të këtij emisioni, që gjithashtu ka ngjarjet me ndikimin më të madh politik në javën e kaluar dhe do të vazhdojnë të kenë ndikim edhe këtë javë në vijim. Siç thash, po prezantojmë një herë të ftuarit, kam zotin Mero Baza, analist, mirë se keni ardhur zoti Baza, zotin Artur Zhej, analist, mirë se keni ardhur zoti Zhej, dhe zotin Andrea Stefani, analist, mirë se keni ardhur zoti Stefani. Në studio do të jemi me 3 analistë, ndërsa të ftuar të tjerë në linjë të drejtë për drejtë satelitore nga Himara, kam kryetarin e bashkisë së Himara, zotin Vasil Bollano. Zoti Bollano, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Duhet të ketë një problem për momentin lidhja. E kam. Zoti Bollano, mirë se keni ardhur në Shqip. Kam gjithashtu zotin Agron Tare, ekspert për minoritetet në një tjetër lidhje direkte nga Tirana në këtë rast. Mirë se keni ardhur zoti Tare. E kam gjithashtu edhe zotin Tare në linjë. Apo ende. Unë kam një problem fakt me ekranin përballë meje, uroj që të rregullohet, që të mos ja përcjell edhe publikut. Sikundërtash është Himara çështja e parë e këtij emisioni që do të trajtojmë gjatë 30 minutave të para. Kam pasur në fakt shumë sugjerime, një pjesë thoshte le ta injorojmë, ishte një ngjarje për t'u lënë, një pjesë thoshte është një ngjarje fort, duhet vazhdojmë, ta trajtojmë. Pastaj në mënyrën se si ajo është padyshime profesionale. Çfarë ndodhi në Himar? Dëgjojmë fillim lajmin dhe pastaj rikthehemi në studio. Qyteta e Himarës është tensionuar deri në orët e para të mëngjesit nga përplasja mes një grupi të banorëve dhe forcave të policisë atje. Incidenti ka ndodhur pas një përplasje banale mes një inspektorit policisë rrugore me 2 banorë të Himarës, një prej të cilëve është i afër mi kryetarit të Omonjas. Incidentet nisën 2 ditë më parë duke arritur kulmin në mbrëmjen e së njëjtës, pas një përplasje tjetër të 2 punojësve të policisë me një grup prej 8 personash. Policët kanë larguar persona duke qelluar në ajër. Disa orë më vonë, një grup banorësh të Himarës u mblodhën para postës së policisë, duke hedhur edhe deklarata politike, por edhe duke qelluar me gur. Këtë gjenocidi vazhdoni përditshëm dhe sot ishte kulmi i atij genocidit, se ndodhi edhe para një muaji, njëjti incident. Fal politik greke të vitin na mbroj këtu. Prefekti i Vlorës ka shkuar në vendngjarje për të negociuar për zbutjen e tensionit. Kurse tani mendoj që situata është më e qetë dhe them që unë do të thoshja që të lëmë organin kompetent të shprehë. Është prokuroria, ka ngjarjen e tim. Në incidentet direkte është përfshirë dhe një afërm i kryetarit të bashkisë Himarës. Ai deklaroi në orët e para të mëngjesit për mediat se situata ishte qetësuar. Pyetjes nëse ky incident do të ndikonte gjatë vizitës së zëvendës ministrit të jashtëm grek në Himar, Bollano ju përgjigj pozitivisht. Nuk mund të shprehem nëse ka lidhje, por që vërtet lë një njoll. Pozitive apo negative për Himarë? Negative. Ndërkohë posta e policisë së Himarës është përforcuar me forca speciale që mbriten atje nga Fieri, ndërsa policia kriminale po heton për ngjarjen. Po, dhe jemi përsëri në transmetim, pastaj kronike të përgatitur nga Sonila Agostini. Do doja më njëherë të kisha zotin Bollano në lidhje. Po, mirëmbrëma zoti Bollano. Është folur shumë për të ngjarje, është komentuar shumë, në fakt ju ishit dëshmitari protagonisti i saj, ju mund ta shpjegoni në nisje, prandaj ju kemi edhe në këtë lidhje. Çfarë ndodhi realisht në Himar në përplasjen e parë me policinë? Ju lutem përsëriteni se nuk ju ndigjova mirë. Po, fola shpejt ka përshtypjen. Çfarë ndodhi realisht në Himar në përplasjen e parë me policinë, zoti Bollano? Besoj se në Himar nuk ndodhi asgjë veçantë, ajo që ishte një gjest i papëlqyeshëm i 2 policëve, të cilët besoj se në momentin aktual që ndodhen është duke u marrë hetusia dhe prokuroria me këtë veprim, besoj dhe kemi besim se transparenca e prokurorisë do të jetë e një niveli të tillë që do të japi përgjegjësinë e duhur autorëve të papërgjegjshëm të këtij gjesti të shëmtuar. Autorë të papërgjegjshëm. Në fakt gjithmonë duke u nisur nga çfarë ka ardhur deri në Tiranë, është përfolur fakti se i përzier në çfarë ndodhi me policinë, në përplasjen e policinë ishte një familjar i juaj, e vërtet? Nuk është e vërtet që është i implikuar një familjar im. Familjar im është implikuar ditën e dytë kur i goditën dhëndrin e tij.
ndërsa natën e parë kur goditën 2 të rinjt, u keq kuptua, por që ata nuk janë njerëzit e afërm të mi, ndërsa Bollano, siç u thash, është kunati i babait të njërit prej atyre djemve që u goditën dhe të irrituar, sepse nuk mjafton që i goditën një ditë përpara, por ditën e dytë i shkojnë ke lokali prindit të njërit prej të goditurve një ditë më parë, dhe atje u munduan të keq trajtojnë të jatin e njërit prej dy të goditurve. Ky është një gjest i shëmtuar, të cilët nuk nderon as strukturat e policisë së shtetit, por as punën që kryejnë këta njerëz në shërbim të qetësisë, të rendit, por edhe të integrimit dhe të imazhit të vendit për vetë pozicionin që ka i marrë, që është dhe një vend turistik. Kuptoj. Diçka tjetër, zoti Bollano, pse ndodhi ky incident? Do me thënë, ndodhi në Vlorë para pak ditësh, për shembull, që pati një përplasje me policinë, do ta trajtojmë më pas, dhe nuk kërkoi Vlora autonomi nga policia. Pse ndodhi ky incident në Himar? Më falni se ndoshta nuk ju ndigjoj mirë, por mendoj se thelbi i përgjigjes është që më pyesni pse ndodhi pikërisht atë ditë. Për këtë gjë besoj se duhet përgjigjen autorët që skenuan këtë gjë dhe nuk besoj se është çështje që mund të përgjigjet zoti Bollano, qoftë edhe me autoritetin e kryetarit bashkisë. Zoti Baza, kishte diçka, po? Kush janë autorët? Kush janë autorët e përplasjes? Kush janë autorët që kanë shkaktuar problemin? Autorët janë 3 politë civil, të cilët goditën 2 qytetarë në orën 12 të darkës, dhe ishin të njëjtët njerëz që provokuan dhe të jatin e njërit prej 2 të goditurve të nesërme në orën 17. Tek lokali ku punon i jati këtij të riut. Ata më e din mjaft mirë. Në çfarë rrethanash i qelloi? Në çfarë rrethanash i gjetën mes rrugës dhe qelloi kot? Po. Kam një pyetje unë. Kam një pyetje. I qelloi kot, po zoti Bollano. Zoti Bollano, përse në ato protesta që janë bërë, si e shpjegoni ju, përse janë ngritur thirrje për autonomi? Ç'lidhje ka kjo incident policor me situatën e minoritetit atje? Dhe pse ky nuk trajtohet si një incident në qoftë i tillë si në gjithë Republikën e Shqipërisë? Besoj se kjo pyetje që më drejtoni, më falni se nuk ju ndigjoj mirë se cili jeni, por mendoj... Po, zoti Stefani. Mendoj se pikërisht pyetje që bëni nuk besoj se do t'jetë në gjendje që t'ju përgjigjet kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë atje është ndodhur rreth orës 25 minuta, ku njoftova menjëherë në qendër për incidentin për armët që shkrepeshin dhe nuk pash asnjë protest, bile kam qenë i vetmi kur jam afruar në orën 25 minuta. Njerëzit atje janë afruar kur mbriti policia nga Vlora që këtë grup e shoqëronte vetë në drejtori i policisë së qarkut të Vlorës, zoti Altin Murataj. U afruan në shenjë irritimi dhe indinjate për incidentin, duke u drejtuar për sjelljen të pa rregull të këtyre 2 politëve. Dhe nuk ndigjova as thirrje antikombëtare apo antikushtetuese të cilat i thonë. Zoti Bollano, policia ka version 100% kundër nga ngjarja juaj. Thuhet që njerëzit të cilët ju atriboni si njerëz që kanë qëndruar ulur dhe ishin të qetë, kanë sulmuar policinë, kanë provokuar dhe kanë ndodhur përplasje nga njerëzit në policinë, dhe jo nga policia drejt njerëzve. Absolutisht